Përshëndetje dhe mirëserdit në një video të re. Jemi më në fund në Shqipëri. Domethënë kemi një ditë e gjysmë që kemi ardhur, por sot gjëja e parë pas një ditë e gjysmë është të ikim te dentisti, shqyr gjeta orar, se kam gati 3 muaj që s'kam bërë takimin e telave, që duhet ta bëj një herë në muaj. Edhe shqyr gjeta orar se thash mos ndoshta ajo doktoresha ka marrë pushime për vetën e vet për vitria, ku i dihet, edhe unë nuk do jem shumë ditë tu, kështu që arrita ta kap, inshallah nuk më bie të pres shumë atje. Pastaj do të takoj shoqën time dhe pastaj kemi shumë punë. Por tani të nisemi. Trafiku i Durrësit, nuk është se ja lën mangut aty Tiranës. Bas gjithë atij trafiku më në fund ja dola të arrija dhe jam në kohë, si gjeta parkim, thjesht tani do hec pak në këmbë mbrapsht që t'i ke te dentisti. Po është okej. Paktën prap jam afër. Qa diellit paktën ngrofëm. Sa mbarova dhe aty, mi pa doktori para sa të vinte doktoresha se vjen nga Tirana. Edhe më tha që i kesh shumë mirë kështu, sidomos të sipër, perfekt, që gja me sa po thosht ai që edhe mund t'i hiqja këto lart para kohë, domethënë s'ka problem t'i hiqja këto dhe të vazhdoj të mbaja këto. Edhe u emociova për një moment, thash, ua do shpëtoj. Po kur erdhi ajo doktoresha nuk mi hoqi, tha herës tjetër do i heqësh. Domethënë herës tjetër dhe varet kur do vjen mas 3 muaj tjera, varja. Thjesht mi rregulloi, mi ndroi gjitha, mi vendosi prap. Prap nuk do e haj as vitin e ri tamam këtë vit, as ditëlindjen, sa shkurt i kam vendos. Nuk e hëngra, madje për ditëlindje telat i vëra një javë pas ditëlindjes, po për ditëlindje hoqja edhe mballën e pjekurisë, domethënë isha copa shfare, po hajt mo. Inshallah, viti i ri mas një ditë e gjys. E sigur që do jem plot me dhimbje atëherë edhe s'kam përqyua si gjë, po hajt. Paktën mbaruam punë se me zikapen këto, sidomos për festa. Tani po nisem për t'ikur te shoqja ime, se dhe ajo do iki nesër për një Itali, edhe pastaj kthehet ditën që unë do iki, edhe i bie mos takojmë gjithë të muaj, kështu që ikim shpejt. Ika atje dhe sapo u ktheva tani në shtëpi. S'bëra asnjë video, harrova fare që po bëja vlog, ne këto 5-6 vitet e fundit harrojmë, takojmë dhe as një foto nuk kemi, domethënë s'bëjmë foto fare në merr muhabeti. Tani në shtëpi po presim që të vinë beba, motra domethënë. Ndërkohë po vdes nga këto dhimbjet e këtyre, më kam pi gjithë trurin, gjithë dhëmbët edhe koka hozot. Por po pres videsi me Rejn edhe më në fund të hapin dhuratat, se Rej vdes për lavatri që jam shumë kurioze që të bëj. Wow. A të pëlqen nga afër? Kjo po, se është edhe shumë bukur, edhe shumë bukur. Ti mangio tutto. Che non che mai mangiai. Ti mangio tutto. Che carino che sei. Ciao da te. Cosa ti do? Il regalo? Ti do il regalo? Dov'è? Aspetta qua, chiudi gli occhi. Vado a prendere, stai qua. Nesca, vabbè. Përshëndetje, që kemi hajt. 2, 3. Che cos'è? Wow! Që është? Hai visto il lavatrice? Ti piace? Sì. Tapi? Ma è così grande. È grande questo. Che c'è qua? Con quello ho messo quello dentro, aspetta. Si apre che Ma è così che è per uscire l'acqua. Sì, guarda, ecco là. Apri la porta qua. Stavo dentro. Dani, lasci Ho messo la batteria. Wow! L'ho messo io quella. No, non è cacciavite, è batteria. Questa mamma. Si mette qua, ma l'ho già messo. Che ne chiesto mamma? Ma queste sono grandi. E sono grandi. Gigante questo. Vedi? Gira. Che mi wow. Wow! Mi piace. Prima gelatino per me futuro. Wow, që ke vlerë? Ke vlerë me kafe? Po, që janë? Ne tregoj çik. A kemi me këtë tinta labë se du me vunje nesër. Nesër te Viti i ri. Po. Se do futim kështu. Catrice lip tint oil, lip oil. Kjo e don te mami, edhe ka Lip glowing oil. Qa është kjo? Kjo e bëjmë plump Top face. Se kam pa në jarë top Sa face. veloce. Laps Che mora per mua? Kaq scuro e ke marrë? Jo pse del si roz. Oh, po këtë se bleve?
È illuminante. No, nuk është illuminante. Gira! È bello? Mi dai un bacino? Love you! Në fund arritëm, pas një dite super të lodhshme, 12 orë, domethënë që kur kemi dalë nga shtëpia dhe derisa arritëm tani. Edhe shumë udhëtime ishin anulluar dje se është dita që ishte përmbyt Durrësi kryesisht, pa dhe shumë qytete të tjera të Shqipëri. Edhe ishin anulluar udhëtimet, ishin shty, ishte bërë namizi, ndërkohë ne kishim sot domethënë të nesërmen dhe na ishte 1 orë të pakton, po që arritëm çdo gjë okay. Tani më në fund të hapim valixhet. Mos u surprizoni nga ky vlog që unë s'kam filmuar asnjë gjë në Shqipëri, sepse isha gjithkohës në lëvizje, shumë rëmuj edhe thjesht kisha rufar që po bëja vlog. Kam kap vetëm pak fare dhe tani sa pa e rihapa vlogun, sa po erdhëm në shtëpi, po si është bërë këtu. Okay. Hapim pak çfarë kemi sjellë nga Shqipëria. Është prish. Kemi një top të madh djathtë Kaçkavalli. Gjitha këto i kemi nga familjarët e zotrisë. Kjo është nga dhe vet, se e ka bërë vetë domethënë. Kemi vaj ulliri, 3 shishe. Kishim 4 për 1 hoqëm, sepse nuk të ne nxente. 3. Kemi 1 shishe mjalt, 2 kg mjalt. Kemi një kovë 5 kg me gjalp. Let's see në çfarë gjendje është. Këtu kemi një super gjalp që e ka bërë o zoti madh çfarë këtu bo. Që e ka bërë se mirë, mami i zotërisë. Tani kemi mishin, kemi një 4 kg ose 5 mish viçi, për gjellë, për zolla, etj. Ka qenë në grirje, ka filluar tani pak më shkry, po e kemi mbyllur me këto që mos derdhet. Besoj që s'është derdh. I hope so. Më thënë, është arqesja, po ka marrë këtë të nxerën që shko si është bo, sot i madhe dhe e dia këtë madhe. Nuk e di. Kjo është shtype, po se di. Edhe këtu kemi prap pjesën tjetër të mishit. Nuk e di të shofim që dhe i bërë fare. Këtu kemi 4 kg mish të thatë lope, pas të madhe. Pastaj kemi marrë ca kafe më ulliri vjetër, edhe ca syngjera që me zi gjej këtu. Ato lloj si që duhen të trash. Edhe kemi marrë nga Adej. Edhe këtu nga Farma kam marrë këtë shampon që më parja unë përdoj atë e shilen me tea tree edhe diçka tjetër. Kam marrë ta provoj këtë me kafein, nga Kundal domethënë. Edhe këtë skalpin që e kam pas provu, mora edhe një tjetër të ri. Kërë supë domethënë të pastron skalpin shumë mirë. Tjetë një ndjesi si perskia. Mora acidin e serumin e anuas me azelaic acid. Dhe gjë tjetër këtë që e kisha domethënë po më mbaron. 2 maska se ishte ofertë atëherë për festa, edhe Olaplexin që ma solli motra numërin 07 bondi bërë. Pastaj tek çanta shpinës kemi veçe që i hëmbëm kumicat rrugës, edhe flin edhe kadaifin, apo i kemi që dhe fusën dhe tonë fërfer, edhe po. Mora dhe këtë mamit që ka marrë kur ishte në malë, duke qenë se për vete kishte marrë gjithë si një si tabaka, si stili kësaj, po ishte tabaka dhe këtë ja mora u për vete. Tani dhe bëj një super dush, se po shkona 11 të natës edhe dhe u fle një super gjumë, se nesër kemi kurs direkt. Do më thëmë duhet kishte njës që sot po dhe mungum. Kështu që po kash për sot natë. Mirë dita nga dita tjetër, sot ne do iknim kurs në 8, po nëve nuk na doli gjumi, normalisht se dje nga lodhe gjithë ditën në për aeroport edhe kështu, fletëm shumë vonë. Një sekundë se po më marrin nga puna dhe sa do thoja. Edhe nuk e di ku e lash, po gjithsi ne harrum sot më ngrit me ikë në kurs. Edhe kur zgjuam në 8:30, domethënë që na doli ai gjumi kështu.
Edhe thamë, kemi arru me ikë në kurs, që të bëjmë ati, kemi mos t'ikim. Që normalisht dhe iknim se vinë tjerë gjithë një orë me vënes, varet kur t'ju teket, nuk është se thot da gjajo zysha. Nuk tregon do me thënë, se kontrolin më të madhe kanë ato të zyra që janë si me thënë pronarët për pjesën e mungesave, kështu që repsisht nuk është se lejon pa arsye. Kurse zysha, kur vinë me vënesju, a jep e firmosin ato dhe nuk merr vesh një gjë se që ka ndodhur. Gjithsesi, edhe tham, varja tham ne, ikim po të paktën, me qenë se pushimin e marrim 9:30 edhe deri 9:45 kemi atë pauzën. Tham ikim 9:45, mos i këtë marrim pushimin dhe bëjmë vetëm pjesën e ditë kursit që edhe të firmosin. Se dia gjatë kishim mungu, po i kishim lajmëruar. Mos mungonin dhe sot. Edhe pastaj netëm dhe pak në gjumë edhe ikëm e vënes. Edhe anyways, tani ndalum supermarket se normalisht nuk është se kemi shumë gjatë për momentin, kështu që mund të na duhet me gatuit, edhe morëm një pako me karota, një pako me speca për gjell domethënë. Këto të preferuarat e mia për t'i marrë në kurs se i hajmë gjatë pushimit, këto vaferet. Morëm domate, se me zi po pres po m'haj se s'bën domate dhe tani do hajmë domate. Unë do haj me bukë me djathën kaçkavall që ju tregova dje dhe me domate se hëngra dhe dje unë basi vëra dush në piket natës, një natës hëngra bukë me djathë kaçkavall, sa i mirë ishte e djathë. Edhe tani do haj me djathë dhe me domate. Ndërsa zotria do haj fli me djathë kaçkavall. Morëm një pako makarona takimi, unë e di që kemi, por këtë thot jo s'kemi dhe morëm takimi një. Dhe kishin dalë më në fund, edhe buka, ta rova bukën, morëm 6 top. Edhe më në fund kishin dalë tulipanat aty, gjitha të lloj ngjyrash, edhe i more roze hapur, sa të lezetshme. Kur i pash aty ishin plot, se normal gjithë dimrit, tani pra dimër jemi po ideja. Kishte vetëm nga ato trëndafila dhe ca kot palidje. Kur pashun aty ishte mbush plot me tulipana, thash erdhi më në fund koha, duhet kishim marrë 2 po. S'ka problem, se do hapen këto, edhe do i rregulloj pastaj. Sot në fakt doja që të bëja një meal prep, po jo meal prep për shembull për ditët në vazhdim përfundimtare, thjesht dua të përgatis. Se gati unë çdo gjell e bëj me qep të grirë dhe spec të grirë. Çdo gjell domethënë do i ketë këto dyja dhe gjën kryesore, vaj, patate për shembull ose fasule ose kështu. Por disa gjellarve i hedh karrot. Edhe unë thjesht tani do e bëj gjitha me këto të treja. Edhe dua t'i gri, edhe tek ato qeset t'Ikeas, ti mbush domethënë një qep, një karrot, edhe një spec ose gjysmë speci dhe ti mbush ato qeset dhe ti fus në gri. Edhe sa herë do bëj gjell, nuk do rri edhe një herë duke i gri gjithë nga fillimi, po thjesht i hedh tigan gjithë miksin atyre. Edhe në moment i bie të hedh vetëm fasulet ose patate që do i pres në moment, ose ku diun, thjerza, bizele, varet ç'a do bëj. Edhe këtë du ta bëj, po meqense sot do bëj një ketchup tek puna, se gjithë java pushimeve jemi marrë, po jo thellësisht. Edhe sot do merrem pak të puna dhe po që do i bëj nesër këto. Po. Tani tajmë që i bukë se t'liqëm. Bleva dhe këta. Mora këtë të përdormet, nuk e di, po më duk shumë interesante dhe 8,50 bonte, kështu që thash ta blej. Do shta dhe po nuk e vesha, do t'a rishes. Po më duk shumë nice. Ka këtë pjesën kështu. Këtu është si velvet, edhe mbrapa ka këtë përjem kështu. Më të nash gëgja si angusht. Edhe të tregoj që marrën të Müller, zotria marrë të shampon, se e bleu një herë të Selgros. I pati pëlqy, dhe më thëtë sikur i bërë efekt, se ka dhe vajnë e vetë që pas lare, se lundën ma të vajnë që nuk e shpërlan. Edhe shampon i kishtë mbaru dhe marrë dhe shampon, që gjasme është e mirë kundër boksit. Morëm 2 kështu antidjersash, burotalk. Mora këtë, që e kam hap gja. Se që kur ngushtova prap telat, le që mu bo kjo, si herpes, po edhe buzët më thanë dhe nga i ftofti, po edhe për telave më bojnë gjithkohës dhe mora këtë. Sepse kremin e duarve kjo e ka shumë të mirë dhe nuk është se ka ndonjë aromë, se unë si dure do gjatë me aromë. Edhe mora libalmin, edhe ka shumë aromë të mirë, dhe më thënë zese s'ka aromë, po ideja nuk është se ndjetë si ca buskuqa ose lipglosa super mjap një shetë shpifur. Këtë ja kisha parë në motors, kur erdhi tani për vit 3, dhe më thënë që e takova.
Kishte marrë këtë, do më thënë kishte bëca blerë para se të vinte, në Itali ca make-up e kështu, dhe NYX, edhe ishte ky bronzer, që ajo kishte 02-shin, po këtu s'kishte, kishte vetëm 03 dhe 04. Do më thënë ajo kishte all in buta diçka e tillë, edhe ishte light medium warm, ndërsa unë mora light medium neutrale, tjetra ishte pasaj medium golden, kështu që mora light medium neutrale, ishte super si bronzer, edhe di që kishte super pigment. Do me thënë, ose unë mendoj, ose më tjetër që do me thënë mendoj unë, që furça e saj ishte super e përdorur, kush e di nga se ka përdorur, edhe thjesht kishte shumë boj furça, edhe sa e provova unë mu bëj pull, do me thënë zori shumë, dhe montra më bëte kjo shumë e pigmentuar. Dhe unë do ta provoj, po ka njerë të lezeqme, si ato të Too Faced që kanë si aromë çokolade. Shasë shumë herë. Light medium është dhe kjo. Gjithë jara më të stime 02 dhe duke më jep të pak vibe-in si ngjyrë blashi. Kështu që mendoj kjo që është neutral, jo warm, do jetë më shumë si bronzer. Ka herë nice. Bio në Shqipëri, ala kas fabrikë në Gjermani. Ju është djathi që ju thash është super, e ka boda imi që alafi. Kjo është kishme. Faqe 24, 4B dhe faqe 25, 6B. Mirë më nqisi nga dita tjetër, tani unë nisëm për t'ik në kurs, pra me vënes sot, po bje borë, është mbushur shumë. Po frynë, kemi marrë qadër të shofim, se sa do bëj pun qadra. Hape, go. Në shket, dhe shtyva shafe. Të rrë. Sa cute. Sa cute, 5 ditë e para mund t'jetë shumë cute. Pastaj, e shesh që po punon tramvaj. Ja. Si frynë në shok. Stohi. Vetëm ne jemi me çadër këtu. Gjithë njerëzit thjesht po ecin në borë pa çadër. Maksimumin ai kapuç. Vetëm ne kemi çadra, nuk e di. Është normal apo jo? Kemi pushimin, por është super shumë ftohtë, do t'isha marrë gjupin. Dhava ftoftin të dajmë të. Çabora akoma po bjen. Ndalum qik në për dyqane, dhe tani sa po edhëm në shtëpi. Po do bëjmë burgerat që t'hame, edhe pasaj do dalim të lozim kismet. Kur s'bëjmë plane, po kismet. Morat e tedi ato qese që ju thash, ajna moment bitë. Mora këto 2 pakot, se nuk është se i daloj do nga foto, se sa ndaj mund t'jen. Mora 1 litër dhe 3 litër, besoj që dojë në kej për perimet për të bërë meal prepin që ju thash. Po do e bëj pas dite, pasi zotëriat e iki në punë me Terezi. Ni do bëjmë burgerat, i qanë, do më thënë, kemi bërë 1 herë tani afër dhe aq mira dolën sa bëm dhe 2 herë tjera mbas asaj here. Sot do bëjmë prap. Dhe mendoja me vete që pse si kemi bërë më përpara, disa të shishme dalin. Më të mirë se në lokal, sinqerisht. Edhe ne i bëjmë me qofte vici, që kemi ble mishin e grim dhe qoften e kemi bërë vetë, dhe më thëmë, ka bërë zotria që i ke hedhë, vezë, bukthekur edhe erza. Po qep? Edhe qep. Edhe më para i bën një moment, pasaj një dit, para se të vinim për Shqipëri, mërëm shumë mish, 1-2 pako, e bëri gjithë brumin, edhe i bëri dhe racione rrethore kështu të shtypura, dhe me letër kuzhine i bëri kështu si katet, ndame dhe ngrirje, dhe tani kemi gati. Edhe i hedhim djath cheddar, salcë me majonezë dhe ketchup, qep karamelizuara, kastraveca turshi, domate, kaq. Duhet dhe salat, nuk gjithmonë harroj me ble salatën. Kaq gësoj, po. Edhe patates kush me anash. Ti bëjmë patatet ndërkohë? Ti qëroj? Po. Ha, një.
Ha? Që si shpejt. Po së si i ke bërë? I ke bëa? Po si bën ka shpejt o Lale? Tu kemi qoftet dhe pasaj djathën ja vendos sipër, vendos dhe kapakun edhe nga avulli ato shkret djathën. Kjo të nxerja është super që kemi gjetur të përdor me këtu, dhe më kemi ble. Për qip, patate ose gjëra friturë është super, se është më gjatë. Kemi salcën. Qa raporti the për salcën ketchup mayonez? 7 luk ketchup, 5 luk mayonez. Apo ta dhe sa? Po ku janë 7 luga këtu o burë? Sa duhet e ka sërdisht? Qepët që sot i pas këllim qip më gjalla, po s'ka gjalla. Edhe po, bukat normal që i blenë gashme dhe i lyme gjelpe dhe i skuqim në tigan. Dhe në qofë se do një video tjera nga ne, na supportoni me subscribe dhe like dhe shikime, do më thonë që t'keni sa më shumë video dhe ne kemi mundësi për video. Po, edhe këtu bukat do më thënë i thekim tigan me gjelpe, për në mes, janë për në ta, po i për në ti. Nuk e di, po, o zota super dalin, me si po pres, edhe pasaj dhe dajnë të lozim, ha? Me to favore. Jam shimduar. Kate kam blete të përdorme 2 euro. Kishte 2, pse s'bleva 2, po. Se këthot, që do gjëra koti, thot, pasaj për i shef funksionin, për që i përdor thot sa bukur. E ke qapër, zonë, e ke qapër. Opa! Mashallah, mashallah. Ja, salcë, domate, kastrave turshi, qepët, mishi normalisht. Burgu ma të njështë se këtë. Nuk e këmë gjetë e ki. Për ju që përtoni t'i bëni në shpi, shkoni te Deli Brosin në Tiranë dhe e një rregull. Keni 2 lokacione. Qa ke këtu? Pastërma piqi. Lope. Lope. Lope, burë. E ka bo vlajin vetëm për mund. Vllai jot e ka pa motra. Vlaj. Vllai. Pas ka qarë, qa do bësh me këtë? Grosh në pastërma. E po unë si kam shef, ti thu që do më pëlqej. Ma shumë se që me gjënë. Qa është e qepa? Pas ke bo me stilin e zamës, kështu e bën zamja, e fut aty, e zinë dhe pasaj e shtype dhe bëhet si krem. Se ka shpejt do i fusësha? Po. Shpejt për nuk bëhet kështu e. Se këtë pastërma e... A vetëm e qep do bëj fasulja? Po. Pa spec, pa karot, pa si gjo. Pa karot normal, po pa spec s'kam bënë e fasulja pa spec. Pa i grip mos i hidhe, se nuk zinë fasulja. Dhe vesh dhe karot, ndrove me një. Shofi si dhe dali për sot. Ja, prej, kështë s'ku me shdojë, të O që më më qanda me borë. Oha, kjo bëra të në gjiska. Oha, për zotin o më shanta me borë. Wow. Tani po ikim të qojmë një kolegun e vetë në shpital, sepse i ka lindur nusja vetë edhe dhe më thënë tani janë shpi, ka ndaj nga spitali, po do ikim për vizit. Oha, ti po përfiton, se unë i kam dur të zëndme. Edhe po, dhe ikim t'i qojmë pak në spital se kanë vizit për bebin. O, mos, do të raf, ti po përfiton të tregojnë qifin. Sa bukur. By the way, ja u bë gjithë bërë, oh my god. Këtë si përfundime mbajta për vete, se motra ime kishte në Shqipëri dhe edhe pse dinte që ja kisha bler, kishte bler një portofol tjetër, edhe qasen si kishte tamam të kohë gjunaf edhe mbajta për vete. Kështu që ai Primarkut 5 euro që sa për kisha bler, e mori Daisy. Ndaluam pak të përdorme, se një bo flokët, edhe gjeta unë atë patateve që ju tregova parës. Ishte akoma, dhe më thënë, si u thash që ishin 2, po unë pata marrë vetëm 1.
Edhe shkojmë për ta marrë me idenë që 2 euro sa që pa ta blej, po ajo është 6 euro. Unë që isha kështu. A, jo, leje pra i thash. Se unë nuk është se pyten zëra direkt 2 euro. Edhe, po, pra, drejt më ndej. Po, prit pra, se është me të kuqe. Edhe, jo, thash 6. Okej, thash unë, edhe sa kisha bërë të foton sot burgerat që bën pas. Edhe ja tregova, thash, e kam ble këtu. Tek ju dhe 2 euro prandaj thash, po që okej, s'ka gjë dhe e lash. Edhe ngeli kështu bën të ca ftyra, zoti ma, thash, çollë ropsh. Ndërkohë bleva këtë 1 euro. Edhe e provova funksiononte, se marrë 1 letër aty që kishte dhe e preva dhe funksiononte. I pret drejt direkt, edhe ka dhe vizore një kësip, pse të lodhesh ty për më dorë. Edhe ndërkohë bleva dhe i peshore guzhinë 1 euro, inshallah funksionon. Sa të shkoj, do ja ndroj baterinë. Edhe do ta provoj, se duke kështu si e re. Po duke e re, po thjesht nuk e di ma punon tani. No, se më duhet shumë një peshore. Po, hajtë me që e gjeta se do i keda blevat e Rosman, ose te Dëmaja, po. Tani, po vim dhe te këto të përdojme të tjerë që i kemi mu poshtë të shpisja. Se ne to të përdojme të kemi shumë. Këto i kemi më qef, janë më të mira këto shqicet. Kurse ato atje janë si plakat e këqia, janë qikë si vjetra vërtetet, po ashu si të këshia o zotë. Edhe kishim kutijat gjdo gjë 1 euro, jedes tajl që është kjo 1 euro, edhe ndërko, mërë me një gjë aty dhe tha, jo është 5 euro. Edhe thoshte, jo nuk e ke marrë aty, ke marrë këteku, ne s'kishim ika akoma nga ajo zonë e dyqanit. Do më thënë s'kishim kalu fare të ajo zonë e dyqanit. Pastaj ngeli kështu tha, okej. Do më thënë njërën gjën a la me 1 euro, ndërsa një thik që e kishim marrë të kutijat 1 euro, jo, tha bën 5 edhe nuk ndronë të mëndja, ne aty e kishim marrë, nuk e ke marrë aty a bën të me menje, ik pra vrit vete. Që sa scary. Ja peshorja duket si e re, do më thënë, do i fus një pastrume me disinfektus. Po, 2,65 kg. Super, funksionon. O zotë, për 1 euro, mashallah. Fasule tani për dark, kështu që do nxjerrë më në fund të ushqin që kisha bërë para vitit 3. Ta hapim, ta shohim si ka dalë. Do ta pres dhe t'i hedh pak vaj ulliri me një pjatë. Prej që sa më... Jo, të holla shumë. Se që bëra ditë për durimën. Si ka mundësi të bëj kështu kaq e butë? E butë? Nuk është dhe që butë, unë mendoj të ishte më butë. Më duket shumë kërce. Do më thënë, ashtu duhet jetë, po që mendoj se kjo lakra ka pas shumë dëmar. Grosha kishte dalë mirë të më drejtën. Ha, qa të thash? Pavarësisht që mu s'pëlqen me mishtat, po që si ishte shkrejt, do më thënë, ishte zimja këpër. Nga dur të shefit. Po patate pse i ke hedha, mund të të pysë? Për ta bëj qik si kremoza atë. E di se më tha mami që kështu e ka pas bërë dhe gjyshe imra me tasti hithe një patate ose gjys patate për të trashur lëngun. Gjë si unë e provova ndjej si me qenë grosh, nuk dalloj që ishte patate. Normal që s'është patate. Kam boj super groshet. Nga? Mirë? Ha vetëm këtë mish, mos ma prish. Sa ty. Vetëm i pëti provoj. Më ma prish. Po s'pëlqen. Se nuk ju tregova tani si është liruar vendi që hoqën pemën. Është vënë koltuku aty tek tavolina e make-upit dhe punës, edhe këtu është shtyr divani, do të thënë, më këtej i bjen. Këtu është heq pema dhe këto mobiljen nga në mes, e kemi kalu tek ky cepi këtu se ngeli bosh. Yllin e pemës gjithsesi do e mbaj se du ta var këtu në tavan. Thjesht na ka dalë koha akoma me var, edhe po. Këto i kam pas bler një ditë shtune tek të përdorat, që ishte tregi përdorave, po tema, si me thënë, me fëmijë. Do me thënë, kishin dalë prindrit me fëmijë dhe shisnin
fëmijët gjërat e tyre, edhe lodra, veshje, po edhe kështu gjërat lezetshme, edhe ishte i gocë e vogël dhe i kam marrë këto dhe i kam pas marrë dhe ato 3 macet. Dhe më thënë këto 2 macet dhe këtë të madhen. 3. Këto janë super të mira, i kam marrë nga Shqipëria. Like, një pako ka 5 copë, 5 paketa. Janë super. Me gjithë Shqipëria aromë të mirë. Thjesht qumë është dhe hidhni, unë i hedhë 125 ml për një paket, për një person dhe më thënë. Këto janë 2 paketa për 2 persona. Qa të hedhë? Uqe. Unë ose unë bjerë dhe sa të marrë. Mira, vazhdo të si ma. Një. Do hedhë kuqe unë, po bjerë dhe sa të marrë. Jo dhe sa të ma jo. Dhe sa të marrë se unë, nuk the unë. Letër blu. Blu e? Letër blu D. Deshte zëtria, donte. Vjere, ndro letra. Pretë se të kam fut stop e ka prapon. Për se e ti stop, për fute pra herë. Stop të fut aty e kisha prapun, mora me që s'kam. Uno, hidh vedh. Po, bjeri 2 herë kësaj. Ha! Fitova, fitova. Hajde shofim film tani. Qa film dhe shofim? Në gjinë e film bukur. Po, du shofim edhe, Leonardo DiCaprio, ja ketë. Ju 7 paket pa. Natën e mirë dhe shemi në videon tjetër. Eres para mí.